Nëse hani 2 banane në mëngjes, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Shumica e personave nuk kanë kohë për të ngrënë në shëndetshëm, dhe kështu ata preferojnë të hanë më shumë ushqime të shpejta se sa të shëndetshme, përderisa konsumi i frutave dhe perimeve lihet pothuajse krejt pas dore. Por cilat janë arsyet pse duhet të hani banane në mëngjes dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre në mënyrë të rregullt? Shkencëtarët dhe nutricionistët nuk e kanë të qartë pse shumica e njerëzve, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Preferojnë të hanë ushqime të tilla kur dihet se ka ushqime të cilat do të dhurojnë edhe ushqyes natyral për funksionet më të mira trupore për shëndetin e njeriut dhe jo vetë. Bananet, për shembull, ato janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme për shkak se përmbajnë substanca të larta ushqyese, të cilat do t'i dhurojnë edhe trupit tuaj edhe elementë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nutricionistët thonë se vetëm një muaj pasi keni ngrënë 2 banane në ditë, shëndeti juaj do të përmirësohet dukshëm. Ja pse. Bananet përmbajnë pak sodium, por kanë nivele shumë të larta të kaliumit, i cili është i domosdoshëm për rregullimin e shtypjes së huaj të gjakut, për shëndetin e zemrës e të tjera. Ulëntuesit kanë gjetur se konsumi i përditshëm i bananeve mund të reduktojë riskun e sulmit në zemër me të paktën 40%. Nëse keni probleme të sistemit tretës, si kapslloku për shembull, dhe hani banane, ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave të cilat shumë shpejt do të zgjidhin problemin tuaj të zorrve. Nëse ndiheni të lodhur gjithashtu edhe të dobët, bananet do ju sigurojnë energjinë e nevojshme për të vazhduar aktivitetet tuaja ditore. Ato janë të pasura edhe me ushqyesit e duhur. Atletët i mbajnë bananet në çantën e tyre rregullisht edhe për t'i konsumuar pas ushtrimeve, si një përzgjedhje fantastike për të rimarrë energjinë e humbur. Nëse ndiheni të lodhur dhe të dobët, bananet do të sigurojnë nivele të mira të energjisë, të nevojshme për aktivitetet ditore. Ato janë një zgjedhje e dur përpara ushtrimeve. Atletët mund t'i përdorin ato rregullisht në dietën e tyre për të rritur nivelin e energjisë. Nëse trupi juaj ka nivele të ulta të hekurit, bananet mund t'ju ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Shumica që gjenden të substancave të bananet do të stimulojnë gjithashtu edhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në mënyrë të konsiderueshme do të ndihmojnë edhe në riskun më të ulët të problemeve të anemisë. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër kolitit dhe dhimbjeve të fytit, ndaj preferohet t'i shtoni me patjetër në dietat tuaja të rregullta ditore, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do të sjellë një sër të mirash ushqyese për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Bananet njihen si një frut që sjell shumë përfitime për shëndetin e njeriut, pasi ndihmojnë dukshëm në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Bananet konsiderohen si një nga frutat më të shëndetshëm dhe kjo edhe për shkak të përmbajtjes së lartë që ato hasin, siç janë për shembull proteinat, fibrat, vitaminat A, vitaminat C, B6, kalium, magnez, folat, riboflavin, niacin dhe hekur. Ndër të tjerat, bananet gjithashtu përmbajnë ëmbëlsues të mirë dhe natyral. Madje ato mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për trupin tuaj. Por cilat janë të mirat e konsumit të bananes? Jo vetëm mollët sjellin përfitime për shëndetin dhe për organizmin e njeriut, ndërto frutat hyjnë edhe bananet, të cilat falë rezultateve të tyre do t'i japin edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe një lehtësim të dukshëm të problemeve të tij. Konsumi një banane në ditë mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të djegjeve të stomakut, ndihmojnë në mbrojtjen kundër infarktit, gjithashtu edhe kundër problemeve të goditjeve në tru. Madje, një sër studimesh kanë treguar se këto fruta mund t'japin rezultate konkrete pozitive edhe kur bëhet fjala për problemet kronike,
gjithashtu edhe për sëmundjet kardiovaskulare. Bananet janë një aleat tejet i fuqishëm për personat që vuajnë nga anemia, pra ato ndihmojnë dukshëm në furnizimin e trupit me elementët ushqyes dhe parandalimin e komplikacioneve. Ky frut tropikal për ju mund të ushtrojë edhe një sër përfitimesh, sidomos nëse e merrni pas mëngjesit kur shkoni në palestër. Ai njihet ndryshe si burimi i energjisë dhe kjo për shkak të vitaminave dhe mineraleve të shumta që ato ofrojnë, do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Madje bananet mund të ndihmojnë edhe në parandalimin e ngërçeve muskulare, edhe për këtë arsye njerëzit që ushtrojnë për një orë pas palestre mund të konsumojnë rregullisht këtë frut si një përzgjedhje fantastike ushqyese në të mirë të shëndetit. Krahas të mirave të tyre, bananet janë të rëndësishme edhe për gjendjen psikologjike të njeriut. Kjo nga ana tjetër sjell faktin se ato mund të ushtrojnë përfitime të mira ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që bananet i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë gjithashtu rigjeneruese për trupin dhe lehtësuese kundër komplikacioneve të tij. Për të qenë edhe më të qartë, serotonina që gjendet te bananet është hormoni i lumturisë, që i bën njerëzit të ndihen akoma më të lumtur dhe më të shëndetshëm, dhe të kenë gjithashtu një humor edhe më të mirë. Bananet ndihmojnë në largimin e depresionit, menaxhimin e stresit, ulin temperaturën e trupit dhe i bëjnë njerëzit të ndihen më në qejf. Pra, nëse ndiheni pa energji ose humor, konsumi i një banane në ditë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj dhe të japë gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Bananet mund të jenë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese dhe si e tillë duhet të jenë baza kryesore për shëndetin tuaj, por duhet të dini se ky frut nuk duhet të konsumohet me stomakun bosh, por këshillohet të konsumohet menjëherë pas konsumit të mëngjesit, në mënyrë që ajo të mos ndikojë në aciditetin e stomakut tuaj, por të jetë një përzgjedhje fantastike ushqyese me rëndësi të madhe në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet janë të pasura me nivele shumë të larta të kaliumit, mineraleve dhe vitamina të rëndësishme që ndihmojnë në trupin e njeriut në pothuajse të gjitha funksionet ditore të tij. Përfitimet e mundshme mund të përfshijnë gjithashtu një sër elementësh të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit. Ato janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Bananet njihen më së shumti për përmbajtjen e tyre të niveleve të larta të kaliumit, i cili është i rëndësishëm për shëndetin tuaj të zemrës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ky mineral elektrolit i rëndësishëm nga një ngarkesë e vogël elektrike bën që qelizat nervore të dërgojnë gjithashtu edhe sinjale për të mbrojtur shëndetin e zemrës. Ushqimet e pasura me nivele të mira të kaliumit ndihmojnë gjithashtu edhe ritmin e zemrës. Ato mbrojnë kundër ngurtësimeve të arterieve dhe presionit të lartë të gjakut. Një banane e mesme do të ofrojë të paktën 450 mg kalium, që është rreth 10% të nevojës tuaj ditore. Ushqimet e pasura me kalium gjithashtu ndihmojnë në largimin e shumë natriumit përmes urinës dhe në relaksimin e mureve të enëve të gjakut. Të dyja këto do të ndihmojnë dukshëm edhe në një menaxhim më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Këto element ushqyes që gjendet e bananet do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të trupit. Bananet janë të mira gjithashtu edhe në pastrimin me veshkat. Nëse keni probleme me veshkat, shumë kalium nuk është i mirë për ju. Konsultohuni me mjekun tuaj dhe sigurohuni të përzgjidhni kaliumin e nevojshëm, i cili nevojitet trupit tuaj në lehtësimin e problemeve të tilla. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve të tretjes. Megjithse kanë sheqer, bananet kanë indeks të ulët glicemik dhe mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe në lehtësimin e problemeve të tretjes.
Ndaj sigurohuni që këtë frut ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe elementët ushqyes të tij do të luajnë një rol fantastik edhe në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tij. Vëmendje, ju bëj mendje se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.